Vlente për në një vend shumë civilizuar, demokratik, ku opozita, ku majoranca mos e përdorte forcën e kartonit të dhunshëm atje, vetëm poshtë shtypte opozitën. Ne jemi në kushte krejt të tjera nga ato që përmendi zoti Kurimi, këtu ndërkombëtarët as si bedhon fare. Po kur thes si bedhon fare, se opozita do futet në këto zgjedhje me dhunën e pushtetit e Tiranës, dhe pa dyshim që unë nuk e di se kush janë ata ndërkombëtarë që do marrin përsipër që të mbështesin opozitën dhe t'i thonë që shiko se do shtyhen zgjedhjet sepse nuk janë kushtet, duhet bërë kjo e duhet bërë ajo. Unë ky tashmë është një fakt, data 9 është një fakt. Dhe është një fakt që askush nuk ka çfarë të bëjë më kësaj gjëje. Sepse zoti Rama bëri llogaritë veta dhe detyroi atë ushtari që ka në presidencë dhe të bënte të nxirrte dekretin. Tani opozita është para një fakti që o do futet në zgjedhje o nuk do futet në zgjedhje. Mos futet në zgjedhje, ju e dini, ajo vazhdon vetvrasja politike. Kështu që është e detyruar të futet në zgjedhje. Pastaj se çfarë do bëj opozita dhe çfarë po bën opozita, ajo është ande ta diskutojmë. Por që të diskutojmë tani që shikoj se nuk futemi në zgjedhje se ndërkombëtarët duhet të bëjnë atë, duhet të bëjnë këtë dhe opozita duhet të bëjë nuk bën dot asgjë opozita. Në një shtetin e Noriegës nuk mund të bëjë dot asgjë opozita. Në shtetin e Maduros apo të Putinit nuk mund të bëjë dot asgjë opozita, Flavio. Kjo është historia. Ne do të flasim realitetin. Nëse ne nuk flasim realitetin, atëherë ne devijojmë. Problemi është ky. Ne jemi përpara një fakti që o do futemi në zgjedhje o nuk do futet opozita në zgjedhje. Tani çfarë ka ndodhur? Kjo ka ndodhur. Nuk është bën dot sepse institucionet këtu në këtë vend janë të kapra. Edhe gjykata kushtetuese mund të kishte marrë kohën, mund të kishte marrë, mund të jepte një vendim edhe sot, edhe të hënën ose të martën. Çfarë do bëte me zgjedhjet në Shqipëri? Çfarë do bëte me dekretin e presidentit? E kështu me radhë. Pra, këtu të gjitha institucionet janë në rresht. Dhe ky është i realitet. Prandaj që opozita nuk ka zgjidhje tjetër. Ka zgjidhje që të gjejë një kandidat politik, një kandidat me integritet, një kandidat që s'ka lidhje, po s'ka lidhje fare me as me tendra, as me korrupsionin e qeverisë, as një lidhje, një kandidat në të gjitha këto bashki që të ketë një personalitet dhe të jetë një partijak dhe padyshim që të futet në zgjedhje. Unë nuk jam për këto zgjedhje që po bëjnë këta, belindi me këta, jo po duam atë, ne po duam këtë, jo po shoqëria civile, jo po aty po këtu. Jo më jo. Në një vend ku ti ke përballë Noriegën se ti nuk kandidon me Manasfilliun përballë, o Flavio. Ti këtu kandidon ke përballë mafje. Dhe ti vesh përballë mafjes. Një të shoqërisë civile, mua më duket histori, më thënë na këto ta them favola për i thonë italianë. Okej. Përballë mafjes duhet vendosur njerëz me partijak që ta përballojnë rezistencën dhunën e mafjes. Ky është realiteti sot. Tani këta më kërkojnë mua kandidat, po jam mos të jetë partijak, jo po të jetë partijak. Po çfarë janë këto historira më Flavio? Kuptoni çfarë po i bën apo? Sali Berisha duhet të mbledhë urgjent kryesinë dhe të caktojë një kandidat sot se nesër është vonë. Dhe ti sot ti do kandidosh, jo t'u alë në dorë këtyre, sepse me kandidat të tillë që mendojnë këta mund të bësh zgjedhje vetëm në vendet nordike, vetëm në ato ku ka arritur demokracia kulmi, ku s'ka ku të vejë më. Në një vend si Shqipëria, ku Noriega ka kapur, komandon të gjithë mafjen, ti nuk mund t'i çosh kandidat të pavarur, ose i kandidat kështu nga këta të shoqërisë civile që nuk ekzistojnë për mua, po hajde po e marrim të mirëqen. Tu duhet kandidat partijak, që ti vën dhe ore ti thotë do të vë Tritonin, e kupton apo jo? Do i kandidat që ati që do vjedhi votë patronazhistit t'ja lëshoj me plumb në lulet ballë, e kupton çka kandidati duhet apo jo? Ati patronazhistit, ati grupi kriminal. Pak agresive kjo, nuk e di as e lishme një këtë. Çu duhet kandidati Flavio? Dakor? Nuk e di as jemi në kufit e diskutimit nëse është e lishme kjo si deklarat, po leta lëm... Po jo, shiko, kur thash duhet e thash në kuptimin që metaforik. Duhet një kandidat që të përballet, në kuptimin të përballet. Dhe kuptoj. Kjo është thelbi, jo kandidat, po e ta montojmë aty, ta montojmë këtu dhe bla bla bla, i lutet Partia Demokratike, njerëzve late poshtë për kandidat. Jo, ka bjem dhe vajza shumë të mirë, ka kandidat shumë të mirë, ka njerëz të tillë kanë qëndruar në Partinë Demokratike në opozitë, kanë bërë opozitë dhe vazhdojnë të bëjnë opozitë. Dhe ta vendosin aty. Pa dyshim, humbja është do kur futet, çdo njeri futet edhe për të humbur, pa dyshim. Po është betejë, dhe në betejë do edhe mund të humbasësh.
në ndeshje futbolli dhe mund të mbatush ose nuk e di se si ndodh. Tani, ne këta duhet të garantojnë që të fitojnë. Jo, ti do futesh për të fituar. Pastaj nuk e di çfarë do ndodhi në ndeshje. Kjo është, atë po them pra. E kuptoj. Burimi, kishit një reagim? Jo, kujtim. Që nuk e di çfarë do ndodhi në ndeshje, kujtim. Po të citoj. Ajo ka të citoj se Noriega, se mafia, çfarë the? Se ti. Ore, po them që ke duhet që kandidatë ne kemi Manastindu, ne kemi Noriegën, e kuptoni apo jo? Stëndeprea. Ja ta dëgjojmë Burime, s'ka problem. Ti thua nga një anë që ky është tet Noriega, që ky është tet mafia, nga ditë thua shiko, ky mëzjen si ditë mund të fitojmë. Ore, kujtim. Çka ke ngrënë brëm ti? Ti thua që që i bën, do i bindesh si të... Jo ta mbarë kujtim. Që i bën do i bindesh Ramës. Do i bindesh Ramës. Të shkosh zgjedhje. Ati të shokutat ti, i të shoke tritolin ti, ati të PD-s. Po, Burimi, cili... Kuptone për një, rapa një nuk ka detyrim.